Shqipëria ka regjistruar një normë prej 2.8 fatalitete në punë për 100.000 punësuar gjatë vitit 2024, me 33 jetë të humbura në vendin e punës. Vendi ynë pozicionohet mbi mesatarin e Bashkimit Evropian, e cila për vitin 2023 ishte 1.63, por mbetet brenda gamës së zakonshme që shfaqin disa ekonomi të tjera evropiane. Në shumë vende të Bashkimit Evropian, niveli i aksidenteve fatale ndryshon dukshëm. Shtetet të industrializuara si Holanda, Gjermania, Danimarka, Finlanda dhe Suedia raportojnë norma më të ulta të ndikuara nga standarde më të forta sigurie dhe inspektime më të shpeshta. Por në anën tjetër, një grup i konsiderueshëm vendesh europiane përfshir Francën, Bullgarinë, Çipron, Letoninë, Austrinë dhe Portugalinë, Kroacinë dhe Rumaninë, shfaqin nivele që lëvizin nga 2.5 deri në 3 fatalitete për 100.000 punësuar, duke i afruar këto tregues me normën e vendit tonë. Ky pozicionim tregon se Shqipëria nuk rënditet ndër vendet me rrezik më të lartë në kontinent, por ndodhet në një zonë të mesme të krahasueshme me shtete ku sektorët e ndërtimit, industrisë dhe punës fizike mbajnë peshën më të madhe në ekonomi. Struktura e tregut të punës, niveli i formalizimit dhe prania e profesioneve të rrezikshme vijojnë të ndikojnë shifrat.